Filmi i njohur francez Une femme mariée e regjisorit të njohur Jean-Luc Godard është shfaqur në Kinema Millennium me praninë e aktores Masha Meril. Prodhimi kinematografik që tronditi shoqërinë e kohës duke ripërkufizuar kufit e jetën e një gruaje, u bë i njohur pikërisht për shkak të tabuve që trajtonte në të. No, the women have changed. The world has changed completely. Gratë kanë ndryshuar, bota ka ndryshuar dhe marrëdhëniet mes grave e burrave po ashtu. Pas daljes së filmit ne shkuam në Venecia dhe do të merrja një çmim, por pati një reagim nga Vatikani. Ka pasur një lloj censura aso kohë. Godardit ju desh të hiqte disa skena. Filmi pati sukses sepse ishte i ndaluar. Në fillim quhej Gruaja e martuar. Censura na kërkoi ta ndryshonim titullin dhe ai u bë Një grua e martuar. Filmi i vitit 1964 ka në qendër një grua që kërkon vetveten përmes konfirmimit të pozicionit të saj në shoqëri me një mënyrë kontroverse të kërkimit të lirisë. At the moment, it was kind of scandalous. Now it's not anymore. Kur doli filmi ishte skandaloz. Tani nuk është më, sepse gruaja kontrollon trupin e saj. Gratë nuk janë më në errësirë siç ishin atëherë. Unë jam një besimtare entuziaste e kinemas. Kur kinemaja është e mirë dhe poetike, të arrin ty dhe nuk e harron. Dalja e filmit në vitet 60 dhe jeta e tij ka qenë ndikuar nga mendësia e shoqërisë së kohës, ndërsa disa e kanë cilësuar atë si një vepër të madhe, artistike e intelektuale. Po aq, të tjerë e kanë parë atë si prodhim disi politik që duhej ndaluar, ndërsa regjisori pranoi të ndryshonte titullin, por jo referencat për kampet e përqendrimit. Për te imazhi të një gruaje që tradhton, siç shpesh u pa, filmi hulumton individët duke kërkuar emancipim.